Mirë sa përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen në 25 pyetje dhe Priveva Libertas Fahio. Mirë se ju gjej, Top faleminderit. form, ko ke rregullu gjithçka gati nga ekipi Selmës për projektin e ri. Po, Mirë, po, faleminderit paras- shumë edhe ju jeni bravo ju koftë që më keni zonë kështu Që të punë kemi na. për këtë projekt. Në top form e ceka dhe jam të e krahasu pak a shumë me takimin tonë të fundit para 4 vjetë, 2021. Po, e shoh që ke ndryshu në pamje, përkundër që ke qenë non 2 herë, nga e herë tash je non 3 herë. Faleminderit shumë. Po, jam ma dopë se që shkom qenë për herën e fundit me juve në Ç'lë takim. sekreti, tregona. Sekreti Për feta të gra. Gojen në shqit. Veç gojen a? Sekreti është veç normalisht që duhesh pak më kujdes për ushqimin, për veten. Sigurisht edhe unë jam shumë gurmane dhe kam qef shumë ushqimin, po kujdesna shumë. E rëndësishme është që po dukesh mirë edhe je më së gati për rikthimin e tepëritur në muzikë, i cili u prit edhe u përfal që një kohë mirë, po ma në fund ndodhi. Kush bindi mu rikthy? Unë gjithmonë, sigurisht që gjithmonë e kam pas ëndër mu rikthy edhe prap me qenë skenë, edhe adhurusët janë kryesor që më kam bind për mu rikthy, se tanë kohën kam pas kontakt me adhurusët e mi, po edhe familjarët edhe burri është... Burri, a? që Se për thësh pra jo burri e jashtë lam mirë se njash muzikës, jo, domethënë këtë propagandë që s'qëndron, a? Krejt e kundërta është, nuk është e vërtet as pak. Përse pikërisht me ëndër të Agron Berishës, një remake, një këngë ikonike shumë e bukur. Edhe cek edhe vetë një këngë ikonike edhe më pëlqen shumë, më ka pëlqy gjithmonë ajo këngë, jam rrit të e këndua atë këngë gjithmonë, edhe kjo është arsyeja që e kom pas ëndër me bo një cover këtë këngë. E tash cila është ëndra jote më e madhe profesionale në këtë moment kur po flasim? Ëndra ime që mos më ndal, mos më zhgënjy adhurusët e mi, edhe me ju pru vetëm gjëra të mira dhe të reja. Projekti i ri, çka sjell në vija të trasha pak a shumë? Projekti i ri është një këngë patriotike, dhe sot i kam xhirimet e klipit. Shpresoj që për 28 nëntor veç ka me qenë e lansume. Super. Është diçka krejt ndryshe prej meje që jeni mësu me pa mirësën. Mirë sa në intervista pak a shumë e ke pas vazhdimsi jetën mes Kanadës edhe Kosovës. Po zyrtarisht, a mujna me thonë që mirë sa ka marrë vendimin me u kthy në Kosovë? Po. S'ka më dilema. Njëherë për njerë jo, po nuk i di e tjetës, Angel. Qysh e morët këtë vendim? Po vendimin thash që unë e kom pas gjithmonë mendjen për mu rikthy, edhe kom pas përkshajnë edhe shtymje shumë të madhe prej burrit, edhe prej këtë familjarëve që mu rikthy prap. Edhe adhurusjen ata që gjithmonë nuk kom mujt ndoshta me qenë shumë indiferente për ta. Burrin e lën Kanada e more me veti. Ja me veti. A tu dash negociata me bind hiç ajo? Jo, as pak, përkundrazi ai u dash më mbind më ndoshta, se une frikën e kom pas vetëm te fëmijët. A kanë me u përshtat, a kanë me u pëlqyt. Kjo është punë arsyeja kryesore që 10 vjet i kom kalu në Kanadë. Një gjë që shqiptarët mendojnë për botën jashtë e që nuk është hiç e vërtetë. Në rastin tënë në Kanadë për shembull. Po, lyma ata që mujnë me jetu jashtë. Pse? Edhe që unë për veti nuk jem adaptu, nuk më ka pëlqy, nuk më pëlqen jeta jashtë. Çka s'ka pëlqyer në Kanadë? Jo, Kanada përgjithësi është shumë e mirë. Veç ftofti, koha është në ekstrem ftoftë, ajo është kryesorja që më pëlqen. Por ndryshe, gjithçka është perfekte, po unë ndoshta me profesionin tem nuk kam mujt me qëndru. Na përshkruaj jetën në Kanadë me 3 fjalë. Ftoft. Edhe unë e mosi normal që pa punë atje me fëmijë, rreti fëmijën. Okej. Ftoft anvise. Ftoft anvise. Edhe tjetra, ushqimin edhe kafet i kanë shumë të mira. Okej, edhe kulturën e kanë perfekt. Diçka që ka më të mungu prej Kanadës? Ndoshta ushqimi, ndoshta kafja e Kanadës, këto e kanë për ndryshe kur gjë tjetër. Une po e marr shembullin prej vetës, prindve ja kom bo pyetjen pse na kthyt bre, kur jom rrit. A mendon që tre fëmijët kanë më ta bënë nesër mbasi pyetjen pse na kthyt mam-bab? A ju ke drujt saj pak? Po, jeta standardi? Njerë për njëherë, fëmija janë shumë të lumtur këtu, edhe kanë qenë edhe ata dakord për me u kthy, po nuk i dihet në të ardhmen, kur dojnë mujnë me shku. Sakt. Nuk e kanë atë problem. Rikthim Kosovë, mbi gjitha rikthim muzikë. Cila është frika jote më e madhe për këtë rikthim? Frika e më e madhe?
Ndoshta që me qenë aktive edhe mos më nalma, kjo ka me qenë sigurisht që frika e me madhe për shkak që i kam 3 fëmijë edhe pak e më angazhume, edhe më ka ndodhur shumë shpesh që me pauzu, e kësaj here mendoj që s'ka me pauzu më. Kritikuesja jote më e madhe. Graniti, Minka dhe mami. Kritikat zakonisht për çka i kanë? Kritikat i kanë për sidomos për stresin që kam shumë stres, edhe që shumë jam. Ideja ka qenë gjithmonë pas stres, edhe unë domethënë sa kena folë për këtë intervistë, se ani më i shpesh të më thonë është jo stres, jo stres, jo stres. Ashtu është, unë jam full stres, sidomos për fëmijët, tanë kohën e kam atë stresin që apo më një adalë, se kam qef që me qenë shumë e përkushtume dhe shumë afer me ta, për çdo sen me më pas. Për çfarë gjëje ke shpenzuar mas shumë t'i kohëve të fundit? Fal? Për çfarë gjëje ke shpenzuar mas shumë t'i kohëve të fundit? S'kom shpenzuar dhe shumë, ndoshta në Kanada po këtu jo. Në Kanadë kush keshin parët ma shumë, se të thojmë ka shumë pare, po që shkojnë edhe vinë? Qashtu është, që shkojnë edhe vinë, po unë nuk jam tip që shpenzoj shumë. Okej, e qartë. Kënga që ke dëgju mas shumë t'i këto kohë të fundit? Ëndër. Një artiste me cilën të doj një bashkëpunim këto kohë? Se komendu asnjëherë, me tregu drejtën, se komendu. Kolegja që nuk ta zhgënjy asnjëherë për kundër viteve? Nuk ka ndodhur ende me më zhgënjy asnjë kolege. Pas të fat në këtë i kam industrinë raporte e që showbizit. kom pas, i kam prapë njësoj. Kur jemi te koleget, një rikthem nga ti po edhe nga Genta Ismaili po. Dy vilangjike që po kthehen plus minus në njëjtën kohë, çfarë raporte keni me njëra tjetrën? Shumë të mira edhe jemi rrit për fëmijës bashkë. Edhe vazhdon, domethënë një raport që i mbjetën kohës. Po besoj që e sheh lajm të mirë që po rikthehet edhe Genta në këtë kohë. Po sigurisht dhe dëshiroj suksese dhe gjitha të mirat. Një rast kur të shbohet pa drejt muzikë? Me tregu drejtën nuk ka ndodhur. Pas Nuk ke pas ka fat. ndodhur asnjëherë me më bo pa drejt deri sot. Tash e tutje nuk e di. Tash e tutje ka gjasë, është teren pak ma jegër, nuk është bashkë botë, edhe pse ata rrugon i vështirë në të veten e Po vet. veç tash është ma 3 gjërat pa cilat nuk del nga shtëpia. pa qont, pa telefon, edhe ndoshta edhe pa naj buskoqa diçka. Super. Veshja tipike kur jenë në shtëpi, ç'është vjen në shtëpi kur je? Në trenier ka zakonisht. Debati i fundit në shtëpi për çka ka qenë? Sot. Që ma lartë se sot, për me më gut ma shpejt me ardhë. Kjo ka qenë debati i fundit se kam edhe xhirimet, normal. Edhe për atë arsye, unë tregova që stres edhe Apet stres të jep, a? Po se kom qef në kohë me më rri në xhirime, mos milion me prit kërkon. Çka mendon për çka ka nevojë urgjentisht estrada kosovare? Ka nevojë mas shumë t'i respekt me njëri tjetrin. Shumë e saktë. Ku s'kemi me pa mirësën asnjëherë? Kur a ku? Ku? Në çka? Të zhveshur. Qysh shpesh e Zhveshur këtë trendin për e skin. zhveshjes në estradë, po të pengon po besoj? Jo, si cila e ka stilin e vetë, po mirësën, normalisht që nuk keni me pa kur, se nuk e kam ndoshta edhe stilin edhe nuk... A ka gjatë me pa mirësën a hengjë në dasme? Po, sigurisht që po. Kjo është një lajm Shpresoj që interesant. shumë shpejt. 2026 le të nisim i bë rezervimet. Meqense lajmi është tash zyrtar official. Sigurisht që po. Kënga radhës kur del? Ka nga radhës, po kjo klipi që po xhirohet për 28 nëntor, shpresoj që ka me kone publikume, se është një këngë patriotike dhe është fix për 28 nëntorin për festën. Në këtë rikthim, a e ndjeve dashninë e kolegëve? Po, Nga kush më shumë? po për me ato që i kom pas raportet gjithmonë njësoj, prap i kam njësoj, edhe e sidomos televizionit edhe gazetarët janë të më përkraj jashtëzakonisht shumë. Kjo është shumë e rëndësishme, unë po të Faleminderit uroj shumë. shumë sukses në këtë drejtim edhe mezi presim projekte të reja, mos e lësho ritmin. Shumë faleminderit. Faleminderit për 25 përgjigjet tua, 25 pyetjet tona.